I nderuar Zoti Kryeministër, kolegë ministra, të nderuar deputet, viti 2025 që sapo lam pas, shënoi një hap tjetër të rëndësishëm për sa i përket konsolidimit ekonomik dhe fiskal të vendit tonë. Rezultatet që do të prezantoj në vijim janë fryti një vizioni të qartë reformash që jemi duke u zbatuar dhe pa diskutim që kanë në themel garantimin e një disipline të qëndrueshme makroekonomike dhe fiskale. Rritja ekonomike për vitin 2025 parashikohet në masën 3.9%, ndërsa projekcioni ynë për periudhën afatmesme është 4%. Kjo rritje është ndjeshëm më e lartë edhe krahasuar me mesataren e Ballkanit Perëndimor, e cila parashikohet në masën 3%. Vlen për të theksuar se në 5 vitet e fundit, prodhimi i brendshëm bruto i ekonomisë shqiptare është rritur me rreth 20%. Kjo është shifra më e lartë në rajon dhe tregon qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e ekonomisë shqiptare si rezultat i politikave të ndjekura gjatë viteve të fundit. Nga ana tjetër, papunësia është ulur në nivelin më të ulët historik në 30 vitet e fundit, duke arritur në masën 8.1% nga 17% që ishte 10 vite më parë. Kjo normë papunësie është po ashtu dukshëm më e ulët se sa norma mesatare e papunësisë në Ballkanin Perëndimor, e cila sot shënon 10.3%. Gjithashtu edhe ecuria e pagave ka ndjekur një trend rritës me rritje mesatare të pagës minimale me rreth 10% krahasuar me vitin 2024. Sot që flasim, paga mesatare në sektorin publik është 1.026 euro, ndërsa paga mesatare në sektorin privat është vetëm 785 euro. Megjithatë, edhe përmes buxhetit të vitit 2026, ne vazhduam me politikën e rritjes së pagave, duke prezantuar rritjen e mëtejshme të pagës minimale në shkallë vendi nga 40.000 lekë në 50.000 lekë. Gjithashtu, për herë të parë, duke filluar nga viti 2026, kemi nisur zbatimin e skemës së indeksimit të pagave në sektorin publik për t'i dhënë një impuls shtesë fuqizblerëse në vend. Por, qëndrueshmëria ekonomike natyrisht reflektohet edhe tek borxhi publik. Të dhënat më të fundit të Ministrisë Financave tregojnë se borxhi publik për vitin 2025 është vetëm 53% në raport me prodhimin e brendshëm bruto, nga 54.2% që ishte një vit më parë. Sa i takon fluksit të investimeve të huaja direkte, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë për nëntmujorin e vitit 2025, ato arritën në 1.2 miliard euro, duke shënuar kështu dhe nivelin më të lartë historik për këtë periudhë, pra për periudhën nëntmujore, dhe me një rritje me 51 milion euro më shumë krahasuar me nëntmujorin e vitit 2024. Edhe këtu vlen për të theksuar se gjatë 5 viteve të fundit, Shqipëria ka përthithur përqindjen më të lartë të investimeve të huaja direkte në raport me prodhimin e brendshëm bruto, krahasuar me mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për sa i takon të ardhurave, nga tatimet e doganat, përfshirë këtu dhe kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, për vitin 2025 ato ishin 6.7 miliard euro, me një rritje me rreth 560 milion euro më shumë se sa viti 2024. Edhe për vitin 2026 ne planifikojmë që të rrisim këto të ardhura me rreth 540 milion euro më shumë se sa viti 2025. Pra vetëm në 2 vite, të ardhurat shkojnë mbi 1 miliard euro dhe këto të ardhura vinë si rezultat i mirë administrimit tatimor dhe doganor dhe jo si rezultat i rritjes së taksave. Si rezultat i ecurisë së qëndrueshme të ekonomisë, përmes buxhetit ton afatmesëm 2026-2028, parashikuam zbatimin e politikave të rëndësishme sociale, siç ishte rritja dhe indeksimi i pensioneve, rritja e pagës minimale, por edhe indeksimi çdo 2 vjet i pagave në administratën publike. Gjithashtu, kemi planifikuar me rritje shpenzimet buxhetore për sektorët më të rëndësishëm, siç janë arsimi, mbrojtja sociale, shëndetësia, bujqësia e kështu me radhë. Gjithashtu dua të nënvizoj dhe disa nga arritjet më të rëndësishme për vitin 2025, përveç zhvillimeve pozitive makroekonomike dhe fiskale,
nga cilat mund të përmend emetimin e suksesshëm të Eurobondit në shkurt të vitit 2025 për 650 milion euro. Raporti i mbulimit, ose e thënë ndryshe kërkesa e investitorëve të huaj për Eurobondin shqiptar, te i kaloi 4.3 herë nevojat që ne kishim, duke shënuar kështu dhe një nga kërkesat më të larta të arritura ndonjëherë. Gjithashtu, për gjatë vitit 2025, miratuam garancinë sovrane për sektorin e bujqësisë, e cila vë në dispozicion të fermerëve rreth 30 milion euro për kredi të buta me norma interesi 2% dhe duke garantuar kredit deri në masën 70%. Kjo skem tashmë do të jetë funksionale edhe për gjatë vitit 2026. Gjithashtu, së bashku me Bankën e Shqipërisë, miratuam linjën e kredis prej rreth 250 milion euro, e cila mund të përdoret për financimin me kredi të buta me norma e interesit deri në 3% për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Gjatë vitit 2025, miratuam, ose më saktë, krijuam shoqërinë shtetërore Alp 3 SHA për ofrimin e shërbimeve të pullave fiskale dhe markimin e karburanteve që deri dje ishin kontrata koncesionare dhe që sot do të bëhen nga shteti, ku ne parashikojmë të realizojmë të ardhurat vjetore rreth 10 milion euro në vit. Në fund të vitit 2025, u miratua, ose më saktë u themelua, edhe Banka Shqiptare e Zhvillimit, sipas modelit të kazave i depoziti e prestiti, një institucion financiar i cili synon të kreditojë sektorët të nënfinancuar të ekonomisë, por do të financojë gjithashtu dhe projekte strategjike të qeverisë me natyrë ekonomike apo sociale. Ndërsa për vitin 2026, dua të veçoj disa nga prioritetet më të rëndësishme të Ministrisë Financave, së pari projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti, së dyti skemën e sigurimit në bujqësi për sigurimin e produkteve bujqësore, që do të jetë një nisë me cila do të ndërmerret së bashku me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Gjithashtu kemi edhe detyrimin por dhe angazhimin që brenda vitit 2026 të bëjmë për afrimin e plot të legjislacionit tatimor dhe doganor në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian, si kundër kemi dhe si prioritet që brenda këtij viti të marrim akreditimin dhe zbatimin e programit të IPAR 3. Gjithashtu viti 2026 do të jetë dhe viti i inteligjencës artificiale, ku do të zgjerojmë dhe do të thellojmë implementimin e moduleve të inteligjencës artificiale në tatime dhe dogana, me qëllim rritjen e të ardhurave, uljen e informalitetit, po dhe rritjen e cilësisë së shërbimit. Ju faleminderit. Mirë, nëse s'kan kolegë, kam unë një pyetje për shkak se ka pasur një shqetësim nga shumë prej kolegëve për hyrjen në fuqi të akteve që lidhen me rivlerësimin e pronave dhe me tejkalimin e afatit vendosur nga kuvendi për hyrjen në fuqi ose le të themi për aplikimin e ligjit. Unë kam diskutuar me ministrin, po mendoj që është më vend që ministri ta informoj grupin ku jemi me këtë çështje. Për sa i përket procesit të rivlerësimit, procesi i rivlerësimit tashmë është i hapur, udhëzimi ka dalë dhe është publikuar ditën e hënë në fletoren zyrtare. Është një proces i cili mund të vijojë normalisht në Tiranë dhe në pjesën tjetër të Shqipërisë. Jemi ende në diskutim për sa i përket çmimeve të reja të referencës për zonat jashtë Tirane, për shkak se pas kontrolleve të fundit të ushtruara nga autoritetet tatimore në zyrat e imobiliare në Tiranë dhe Mëgjër, janë evidentuar që ka diferenca për sa i përket çmimeve të cilat janë të regjistruara pranë ASHK-s me çmime të cilat rezultojnë nga sistemet e këtyre zyrave imobiliare. Kështu që të gjithë ata qytetarë të cilët duan të bëjnë rivlerësimin e pronave jashtë territorit të Tiranës, për momentin duhet ta bëjnë me vlerësues privat. Faleminderit.